Ju keni drejtë, sensibilizimi, sidomos nga mediat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është plotësisht në informim të opinionit publik, që Shqipëria është në një autokraci, në një regjim i cili ka kapur gjitha institucionet e shtetit, dhe kjo tregon që edhe rastet më flagrante të korrupsionit i kërkojnë të justifikohen duke hequr parasysh që çdo veprimi një qeverie demokratike bazohet në moralin, në dorëheqjet, përpara se t'japi llogaridhënie të plotë dhe t'i lejojë institucionet e hetimit që të kryejnë punën e tyre. Por ajo që është më e rëndësishme është që ky sensibilizimi i opinionit publik, ju e thatë me drejtë, bën të mundur që çfarëdo situate që të ndodhin në Shqipëri, ashtu siç e ka parashikuar edhe opozita shqiptare, që tashmë me zotin Rama nuk ka asnjë mënyrë bashkëpunimi, as në parlament, ku dhe institucionet e pakta të mbetura të shtetit janë marrë në mënyrë të padenj prej tij, duke manipuluar edhe në rastin kur kërkohet një konsensus i plot, ose është patur një precedent që institucione si avukati i popullit i kaloi opozitës, kushdo qoftë kjo nga njëri krah ose nga krahu tjetër, tashmë asnjë gjë nuk funksionon në këtë shtet autokratik të Ramës. Prandaj, atë që duhet bëjmë neve është që situata të rikthehet drejt një demokracie. Prandaj, është populli, janë partitë politike të cilat duhet dhe kanë për detyrë që ta rikthejnë këtë gjë. Dalja e këtyre fakteve në shtypin prestigjioz në median gjigande amerikane, sigurisht do ta bëjmë më të lehtë një perceptim në të gjitha nivelet, në nivelin e opinionit publik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por dhe në nivelin e institucioneve vendimarrëse të Departamentit Shtetit, të Këshillit Sigurimit Kombëtar, që kjo situatë në Shqipëri nuk është një situatë e papritur, është një situatë që vjen pas një kalvari të ekstremiteteve të drejtësisë për ta ndarë dhe për të krijuar një moment humbje te opozita, për të mos bërë të mundur rotacionin politik, pastaj duke vazhduar në vjedhjet galopante, duke manipuluar tenderat, duke shfrytzuar gjitha hapësirat dhe duke bashkëpunuar jashtë rregullave të përcaktuara nga ligjet e shtetit. Të gjitha këto tregojnë që e para situatën duhet ta ndryshojnë vetë shqiptarët, por së dyti sensibilizimi i opinionit publik tashmë është bërë për të ditur që çdo ndryshim që do kërkojë populli shqiptar është mëse i përligjur për arsye sepse është në vazhdimsinë e atyre proceseve të deri tanishme që kanë ndodhur, por që vetëm vitet e fundit kanë filluar të shfaqen dhe të perceptohen në opinionin publik botëror. Një fakt tjetër, zoti Marku, dua të them që ngjarjet e 11 majit, zgjedhjet fars që realizoi zoti Rama, dhe nuk janë zgjedhjet e vetme kur ai ndryshoi, por kishim një pandëshkueshmëri të elementëve qeveritar, të cilët në shumë raste kanë shfrytzuar gjitha hapësirat e një shteti për të mos